Tërna pëm një fotografi dje zotin Kurti në Vushtri, para që të keni farloj triumfi në ftyrën e ti. Realisht në studio diskutohet edhe gjua e trupit të liderve edhe politikanëve në përgjithësi. Çfarë mesazhi sipas jush shpërçoi zoti Kurti kur ishte mund mes aty, u nënshkru marrëveshja edhe në fakt më i lumtur ishte vetë ai sesa të dy kandidatët për kryetar komune. Kurti njihet edhe si showman kështu, atë me djalë, ka qef pak medalje dhe me kallëzu që është bosi në këtë farveni. Shkoj aty, mi qu selam tani edhe LDK-s, në fakt ma shumë e patë selamin mi qu Lumir Abdigjikut këtu në qendër se sa që e patë për aty mrenda, që unë e vi në Vushtri edhe ta marrë degën edhe vi në nshkruj kallëzone atë arrogancën e vetë që e ka si lider. Kështu që këto janë krejt mesazhe, jo vetë gjua trupit, po edhe krejt kompleta e fotografia dhe më thonë ai përqafimi me këtë Tahirin, me Gjafën. Krejt këto janë pjesë e një skenari që ai e përgadit, që shkon ai pas skenari, krejt komplet është kur shkon dikun shkon me skenar. Me një farë skenari qysh tash përcillet mesazhi edhe përmes fotove, përmes videove, edhe përmes është një mjeshtër në këtë farë punë, do të më jallon dorën. Politikan. Është mjeshtër në këtë punën e krijimit percepcionit ose bëmes tempi diçka të vogël, din me ta kriju temën, edhe me çu mesazhe. Kështu që çat kuptim e pash. E pash me kallëzuat fuqinë e vet. Me kallëzu sa më i fuqishëm mesazhi për LDK-n, s'ke për tjetër kënd. Deri në momentin që po numërohen votat, nuk ka përfunduar komplet procesi i numërimit të votave, nuk kemi zyrtarisht numra të përmbyllur, por si duket vetëvendosja ka një shërirje kogja të mirë në nivelin komunal në Kosovë. Si është atje performancën e vetëvendosjes? Tash në asamble komunale më do këtë jo ku me ditë sa mirë, po për kryetar, kandidat për kryetar, po me qëtë se ka rrut për më kandidat thonë për kryetar. I ka 3 komuna që i ka pasi, i ka rujt, më thonë pa ballotazh, edhe i ka 10 tjera që është në ballotazh. Po. Që s'ka qenë Më pak zgjedhjet se e kaluara. herën e kalume. Jo më pak se. 12 i ka pas herën e kalume. 12 i ka pas herën e kalume. Ballotazh ka qenë 12? Ballotazh, po. Atëherë pas në gabim pra informacione. Jo se ki gabim, sepse në atë kohë i ka pas 12 se ka pas fitu asnjë pa ballotazh. Dhe nga 12 i ka fitu 4. Po. A do më thonë 12 ka qenë ballotazh? Ka qenë ballotazh, asnjë vetëvendosja nuk e ka fitu. Tani nuk e dim se në komunë. Tash u pak më ndryshe për shkak se tash për shembull ato që në Gjilan. Vetëm disa komuna është e para për dallim prej herës kaluar, kur shumicën ka qenë e dyta. Po, është disa është e para. Ka një shtrirje kogja. Po, e ka një shtrirje, është e vërtetë që ka një shtrirje. Plus hala ka pushtetin, do thonë tash njerëzit. Ç'është tash hala ka pushtetin? Na në studio kemi diskutuar që pushteti. Hala të pushtetin, ai leçëm me paleçëm ai peman pushtetin. Është i paleçëm. Po mirë, po, ama ai peman. Ai po merr vendime. Kështu që në fakt kur e ki mundësinë me marr vendime, ai tash janë të leçme të paleçme, metet më vërtetu pak më vonë. Mirë, po tash ajo është i shfrytzuar krejt mekanizmat, sidomos garën e ka shumë të përqendruar edhe ç'më thon jeta vdekje ka Mitrovicën. Për shkak se aty është krejt fokusi i tij, edhe aty sigurisht tash s'është kaq e rëndësishme Mitrovica për zotin Kurti, me qenë se nuk garon as me antuarin e vetëvendosjes, garon me listën Kuca. Me veprimet që i ka bën Mitrovic, po flas për Mitrovicën e Veriut, ai edhe e ka marrë elektoratin. E ka marrë elektoratin, që për mendimin tam krejt ato veprime që i ka bën në pjesën veriore, na kemi diskutuar disa herë, gjitha janë veprime për populizëm. Në fund rezultati ka më dalë këtë ndryshe, domethënë çështje kemi diskutuar edhe më herët. Edhe tash në fakt nëse e hub Mitrovicën me tonat investim, edhe të energjisë, edhe financiare, gjithçka që e ka bën në atë pjesë, edhe me hub Mitrovicën për të është një goditje shumë e madhe, edhe për zgjedhjet e përgjithshme. Se mundet m'ia përdorë, pastaj edhe kundërshtarët e vet, po edhe opinioni në përgjithësi. Kështu që Mitrovicën e ka jeta vdekje ai. Edhe këtë koncentrimin e ka në atë pjesë atje. Këtë herë Gjilani, pavarësisht që ka qenë shumë afër me kalu. Pa ballotazh. Po, kandidati i vetëvendosjes, domethënë për disa vota, mundet më u kthy bumerang. Kështu që duhet edhe një koncentrim të madh edhe atje. Shkak se kanë investuar shumë, sidomos kandidati i tyre kryetari aktual. I Gjilanit ka investuar tepër, po më duket këti ka harxhuar energjinë për me fitu pa ballotazh, s'mujti me fitu pa ballotazh. Edhe balotazhi
është krejt, është një lojë tjetër, bëhet në balotazh, domethënë për dallim prej rundit parë. Në fakt, mendon që ka qenë një fushat e fortë e Gjilanit, se nuk është që kam pa diçka realisht ka pas sulme këqër shumë ndaj Albanit, me argumente, po nuk ka ndiku asgjë te Albani. Ka investu shumë, Albani ka bërë investimet mëdha në tana aspektet. Unë s'kum pa, çfarë lloj investime për shembull, mendon që i ka ndihmu Albanit në këtë fushat? Cili ka qenë investimi më i madh i Albanit, se unë kam parë në çdo media që Albani është krytzu për atë se çka ka kalu për 4 vite. Po Albani është krytzu, po Albani në teren ka punu shumë. Ka punu tepër. Okej, të fushata e terenit po flas në teren se në fund fundet votat i kinë teren, nuk i kinë për studio televizive. Po, e vërtet. Ka njerë mundet me pasë kundër efektin. Kjo puna e sulmeve të vazhdueshme ndaj dikujt që të na po ndodh shpesh me pas kundër efekt. Ai ka zhju shumë energji Albani, edhe besoj që kom ju kthy bumerang, për shkak se aty janë dy është Lutfi Aziri, i cili edhe ai e ka për veten, e ka shansin e fundit që me met në skemë politike, se nëse hub Gjilanin tash, në LDK nuk ka me pas në i faroli mo, ka me pas Lutfi Aziri është për te i Gjilanit, të dim kontributin e ti mental. Jo, po flas për LDK. Po për LDK, po flas edhe unë veç në Gjilan, se Lutfin edhe i stogu e voton kur hynë në ngarë për deputat. Po në regull, po me hum Gjilanin, dhe më thonë pozicioni ti në qendër, në lidhën demokratike të Kosovës, do pësohet shumë. Do pësohet shumë, mos me thonë që bot totalisht i parënsishëm. Kështu që edhe ai ka më angazhu shumë, stash për vete, më shumë se për kandidatin e vetë që e ka aty për Arbrin. Edhe pse unë kom prit ma shumë për Arbrit, po Arbri, që di, fillimin e pat një 4-5 ditë mira, masanej u hesht. Nuk e di ku ke problemi, që shke problemi. Puna të ra, nuk po e dim që po mundon të ra. Po unë e pres për mbyset rezultatit në Gjilan, për mendimin tam. Që është e te betejën e balotajit? Pres LDK-ja që kom e fitu balotajit. LDK me ndojnë që fiton në Gjilan. Mire, në besim veç që të pak minutat e vushtria Shqipe, është diskutu, sidomos djetë gjatë gjithë ditës se qa duhet bëjë LDK-ja garshi Zotit Tahiri, masa disciplinore, gjitha këto përjashtimi, jo përjashtimi, si është ati që duhet veprohet politikisht me Zotin Tahiri në këtë rast, të marrë parasysh edhe statutin e LDK-s. Po, mendoj se duhet ndjeken rregullat dhe nëse statuti nuk lejon që të bëhen marrëveshje pa miratimin e qendrës, mendoj se ndaj Zotit Tahiri duhet mirën masa. A duhet përjashtohet nuk e di, sepse politikisht mendoj që Zoti Tahiri personalisht edhe mund përfitoj nga kjo, se do ta ketë derën hapur pastaj të shkojnë në vetëvendosje. Nëse muj me ju kthy edhe një herë sepse ishte ai lloj egzaltimi i Kurtit në arritjen e kësaj marrëveshje, mendoj se ka kaluar një kohë gjatë kur Kurtit ju janë mbyllur dyert nga çdo kush për të bashkëpunuar me të. Ai ka qenë njeriu më i refuzuar, politikisht e kam fjalën, kohët e fundit, si brenda Kosovës, ashtu edhe nga miqtë tanë ndërkombëtar. Dhe ai ka mund ta shoh këtë si një lloj hapi ose një auguri mirë, theme ashtu, që më në fund u thyje kjo refuzimin ndaj tij dhe mund të hapet dera edhe për marrëveshjet në nivelit qendror. Po mendoj se e mori shumë shpejt përgjigjen, sidomos nga përgjigjen zyrtare nga LDK-ja, që prap ja shuan shpresat për një marrëveshje të nivelit qendror dhe ai duhet të ndrojë qasin e tij në mënyrën se si i ka trajtuar jo vetëm bashkëpunëtorët, por edhe rivalet politik.